Tung. Në misionin çka ka më hangër me arsimin dhe restoranin Anda. Sot do të bëjmë një sallatë spanaçi. Edhe është e shpejt, domethënë, krejt shumë të emisioneve dhe të receptat që kemi bërë deri sot, e kemi bërë që mos me shpenzu shumë kohë te dhe që kosta e tjetë sa ma e lirë. Kështu që sot do të bëjmë një sallatë spanaçi. Arsimin e kena qunë në pazar, me na marrë do spanaçi, do pak djathë e pak qështu do zarzavate edhe fillojmë, po presim. Ja keni me më lodhë, dhe që do ku me të lodhë, po di. Që do më thonë spanaqin, na ka pru arsimi, po na e kena la, e kena shpërla, e kena terë me fen edhe e kena bo qështu qësh është. Pak përshut, djath, majonez, pak pana, ufull, kryp, biber. Të bëjmë salcën. Spanaqi është pa fërgu, pa të më thonë është puro vetëm spanaq. Dojmë ja bo qëtë dresingu njëre, majonezi, vaj thjesht, ufull pak, ufull mundësisht ufull të mollës, kryp, biber, edhe me përzi sa të mujmë. Nëse shohim që ka dalë pak me trash si gjutë që duhet, atëherë na shkojmë të ishtu ka dojmë ishtu, pa shamën, shtojmë pak limon. Që shtu. Bravo. Tash. Në ndërkohë, deri sa kjo të flan pak, na po ja bojmë pak do përshut në tigan. Po ja fërgojmë pak. Qështu? Lash dikun apo. Edhe gjallë për mos të harrojmë, që ashtu. E grimcojmë përshutën e bëjmë në kubzat vogël. Sa ma mirë, këtë duhet më fërgu. Që ashtu. Është që ta djathë nga duhet pak ma vonë.
Tash këto e përzimi qështu. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi ide aparacion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule, presim mishin dhe skuqim. Për mbajtjen e qesës e përzije me ujë dhe pam për gatim. Ktheja shtoj mishit dhe e zije. Ne vendosim pastat, shtoj mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Dikush e bën me dorë, dikush po unë kom qef me dorë, sepse e kom ndjenjen ma mirë dhe ma i sigurt që qështu. Ndërkohë e për cilën për shutën që qështu mos me na u djek, mos me na u kap, edhe që kjo është pothuajse gati. Dhe më thonë që kjo është qëja salata e spanaqit, është e gjallë, e frest, e shishme. Edhe përshutim gati e kem. E qesim qitë salat që qështu. Djathin. Kjo veç na u ka bo, e shymëm. E këna qitë ka pakun që mos me na dal jashtë. Tja bojmë pak një bazamen që mina i djathit. Ta shë trëshitëm djathin qështu, trosha e bojmë. Grimca. Dërmija. Do është me thonë dërmija. Okej. Që kjo qështu shkën, pak ona qështu. Bra, shumë bukur. Qështu. Edhe tash e kem përshutën. Që kjo që e përshut, është fërgu mirë. Është një kombinimi përshutës me djath dhe spanaq qështu. Shumë thjesht, shumë mirë, shumë lezet, shumë edhe. Sta harrojmë ato të fundit, e shishme. Na bof mirë.